parim njëri tjetrin dhe prit se çfarë do sjellë dita tjetër kur dita tjetër nuk sill asnjë gjë, përveç se viktima dhe gjymtime dhe humbje të jashtëzakonshme. Dhe vazhdoi 4 vjet. Dhe janë po ata baballarët e këtyre europianëve që ishin në pushtet në atë kohë që ndoqën ato politika të luftës prapëtorore. Dhe të bën të mendosh, po ky popull europian ku është? Po këta njerëz në Europë kanë lexuar diçka nga lufta prapëtorore, si ka mundësi që i lejojnë liderat e tyre të tërheqin në këtë luftë pafund? Me pralla që po pushtoi Ukrainën, do na pushtoi edhe Parisin, domethënë. Ti paguaj pensionet francezëve. Jo, nuk mendoj në diçka tjetër, që nëse bie kjo Rusi që njohim, janë 190 etni që dalin nga zinxhiri, duke përfshirë edhe Kaukazin, dhe pastaj hajde merru me kaukazianët. Jo më kot kanë thënë që amerikanët duan që Ukraina të mos mundet, po dhe rusët mos u mbasin. Edhe hajde se si do përfundojë kjo luftë. Ukraina nga 50 milion ka vajtur 20 milion, mendohet diçka më pak. Ambasador, fati jon, do më thënë në këtë ndarje që u bë të botës, ku Amerika në një farë mënyrë tha që hemisfera perëndimore, politike, shona, ne jemi brenda kufive, do më thënë kufiri është në kufi me Rumaninë, me Moldavinë, apo ndoshta vjen ai momenti që Trumpi do thotë që dua këta unë që vetëm më konsumojnë Shqipëri, Hungari, Poloni, Çeki, Slovaki, Gërbër, të gjithë bashkë, Malizi, 500.000 sa ushtar nxjerr Malizi, Letonia, 1.200.000 kalla si thot të ketë kujdes Rusia, kur hyra pasaj pashk ishte vetëm 2.000 ushtar. Pra, mos vjen ai momenti thotë ç'më duhen këta, apo është ai momenti ku perandorit vendosin një cak dhe nuk tërhiqen dot më mbrapa atij cakut. Këto është shumë komplikuar. Ajo që më shkon në mendje shpesh është që nëse në përfundim të luftës botërore ne nuk mund të bëhemi dhe aq me faje që na caktuan të ishim pjesë e perandorisë lindje, sepse u vendosën fatet tjetër kund dhe pavarësisht që ne mund të themi komunistët në Shqipëri bën atë që bën, por komunistët në Shqipëri nuk do ishin gjendë të bënin atë që bënin nëse në Jalt do ishin marrë vendime tjera për Shqipërinë apo për Jugosllavinë. Aty ku Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi donte që Partitë Komuniste të mos fitonin, siç ishte në Itali, në Francë dhe në Greqi, ata ja bën me 1 milion mënyra. Partitë Komuniste në Itali, në Francë, në Greqi kanë qenë shumë herë më të fuqishme se Partia Komuniste Shqiptare, e cila për hir vërtetës pavarësisht se çfarë thuhet sot, deri në 49 ka qenë ilegalitet. Asnjëri nuk e dinte se çfarë ndodhte me. Domethënë, po ti sa më shumë ti afrohesh atyre gjërave që kanë ndodhur në atë kohë, aq më shumë shikon që ne nuk jemi dhe aq realist në mënyrën se si shikojmë gjërat. Po ajo që do doja të vija duke në raport me sapo pyetet apo sugjeruat është që kësaj radhe ka shumë të bëjë se çfarë themi neve. Po në momentin që ne nuk kemi në gjendje të themi asnjë gjë, atëherë përsëri vendimet për ne do i marrë tjetër kush. Dhe është për të vënë kujen, ndonse nuk më takon mua fare ta them, po ku shikon që në 2026 30 kusur vjet mbas rënies së sistemit komunist. 2 kryetarët e Komisionit të Reformës nuk janë në gjendje të bien dakord se ku do bëhen zgjedhjen, çfarë do hapen kutitë e votimit, çfarë do mbyllen kutitë, duhet vi Venecia e OSBE-ja, edhe gadal për shqyr që u mbyll USAID-a, se do pyetesh dhe USAID-a e me radhë. Kjo tregon që elementi politik shqiptar do ta eksagjeroj thënien për të tërhequr vëmendjen, vazhdon të mbetemi shprehje gjeografike. Në momentin që nuk je një entitet politik që për çështje madhore të kombit gjen një gjuhë përbashkët dhe thua që ne këta jemi ne shqiptarët. Dhe në çështjet politikës jashtme kemi këtë qendrim. Po edhe ti bësh shefin kot zoti Trump kur ashiqare duket nga të gjitha këndvështrimet të shkelë ligjin ndërkombëtar ndërhyrja në Venezuelë. Dhe shteti shqiptar është i pari që thot bravo, mirë që shkelë ligjin ndërkombëtar. Parabes. Ka një gjë që nuk shkon, më palen juve apo kushdo që nuk është dakord me këtë, po jam i mendimit që vendet e vogla duhet ishin të parët që të jenë të interesuar për zbatimin e ligjit ndërkombëtar, sepse në xhunglën ndërkombëtare të parët që epsojnë nga shkeljet e ligjit ndërkombëtar jemi ne shtetet e vegjël. Dhe historia e Shqipërisë ka treguar. Sa herë që është dashur fuqive rreth e përqark nesh nga Greqia e Serbia me radhë, kanë bërë çka kanë dashur me Shqipërinë se s'kan pyetur fare për ligjin ndërkombëtar. Kështu që ne duhet ishim të parët që të thoshim që jo, ligji ndërkombëtar Maduro burri keq, të dënohet. Venezuela ka drejt jetojnë në rinë demokraci, por çka ka ndodhur shkelë ligjin ndërkombëtar? Siç bëri Spanja. Por ama këtu po kafshojnë gjuhën dhe po gëlltisin gjuhën edhe shtete si Britania e Madhe. Domethënë ishte vërtet për të ardhur keq për kryeministrin britanik, ku rrotullonte gjuhën, do njihim akoma me faktet e tjera se nuk i di gjithë faktet për të thënë se është shkelë ligjin ndërkombëtar apo jo.
është që përkthehet në parodi kjo gjëja e ligjit ndërkombëtar, dhe më e bukur është se do mos Bashkimi Evropian është produkt i ligjit ndërkombëtar. Po mos respektojnë traktatet, ata nuk ekzistojnë. Ajo quhet entitet intersubjektiv, po nuk u fol për të në për traktate, ai nuk ekziston. Janë një bashkësi traktate. Ne të paktën si etni shqiptare na thot njëri apo s'na thot njëri ekzistojnë edhe pa traktatet. Po Bashkimi Evropian nuk ekziston pa traktatet. Dhe kur vjen puna, atyre ju merret goja dhe ju hyn gjuar. Në një kohë kur zoti Trump dhe gjithë establishmenti amerikan ka treguar se sa pak i respekton europianët. Ambasador, Amerika na ka në mendje neve, e kam fjalën sepse tash ka ardhur një moment kur neve duhet shohim vërtet sigurinë fizike të kombit. Pra, na ka në mendje Amerika neve? Do na mbrojë në rast të një kërkese, sepse nuk është çudi që të dali prap kërkesa për Vori Epirin, apo e nxori Vučić, tha rezoluta 1224 nuk vlen më, tha, duhet rishikuar mbas ngjarjeve që kemi. Sepse 100 vjet, aq më pak 30 vjet në historinë e një kombi janë hiç asgjë. Nuk mund ta neglizhosh a priori, e thua që jo, nuk ka interes Amerika për Shqipërinë. Unë besoj që ka. Varet shumë nga mënyra si artikulohesh, varet shumë nga mënyra nëse je entitet. Nuk e di sa e vërtetë është, sepse si thash në kohën e sotme shumë gjëra dhe sajohen, po Woodrow Wilson ka thënë për shqiptarët që meritojnë të kenë shtet vetëm nga luftra e Vlorës, që ka shumë njerëz sot që e vënë diskutim atë luftën e Vlorës, ama ça katunarë dolën kot atje dhe ata italianët kishin ardhur për pushime në Vlorë, ku duan. I ka vënë re domethënë ka një tendencë. Po e relativizojmë, gjithçka luftën e dytë botërore, të gjitha ato. Thuhet që kur ai Lansing, sekretari i shtetit i ka vajtë dhe ishte ankuar nga ndërhyrjet e Fanolit apo të Komitetit Shqiptar në Amerikë njëri tjetrën, ka thënë po, ata e meritojnë të jenë një shtet, sepse ishte lufta e Vlorës ku treguan kanë luftuar për shtetin e tyre. Kanë luftuar për shtetin e tyre. Dhe sot, nëse ne do vazhdojmë të luftojmë njëri tjetrin dhe jo për shtetin ton, të duhet mendoj dikush tjetër për neve. Nuk e di e bëj qartë idenë se mendoj apo. Shumë qartë. Kështu që besoj që në fund të luftës dytë botërore ka një episod, mos u zgjatëm shumë, po 2 minuta, ka një episod jashtëzakonisht interesant. Britanikët, miqtë më të mirë Shqipërisë, nuk e njihnin kufirin e jugut të Shqipërisë dhe ishin të mendimit që i takonte Greqisë. Ja u kishin premtuar. Dhe ato e sipër fati që Shtetet Bashkuara të Amerikës dolën fuqia fituese mbas luftës dhe nuk bëhesh dot në botë pa ta. I kërkojnë opinion dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për një ironi e jashtëzakonishme e fatit, Departamenti i Shtetit thotë nuk na intereson fare, bëni çfarë doni. Dhe rastësisht i shkon gjykimi Pentagonit. Pentagoni thotë, në rast se ju do bëni këtë, që këtij shteti nuk do t'i merret këtë cop tok, atëherë ky shtet kot që ekziston sepse i mungojnë brezat mbrojtës për të mbrojtur kryeqytetin. Pra duhet të ketë 2 vargmale, 3 vargmale, nuk e di, nga ana sigurisë, nga ana ushtarake. Dhe Pentagoni tha jo, ne nuk jemi dakord. Dhe Departamenti i Shtetit, siç ishte indiferent, tha vazhdoi atë që tha Pentagoni, nuk jemi dakord. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ju përgjigjen kërkesës për opinion, thanë jo, kjo gjë nuk do të ndodhë. Dhe ke parasysh se si ishte influenca e Shtetet Bashkuara të Amerikës mbas luftës së dytë botërore, dhe u bë ashtu siç deshen ata, dhe fati mirë që ato Korça dhe Gjirokastra janë në jurisdiksionin e Shqipërisë së lidhje. Po të ishte për disa të tjerë, nuk do ishin në jurisdiksionin e Shqipërisë. Kështu që varet shumë nga konjunktura e momentit, po mbi të gjitha varet shumë nga çfarë kërkon ti si popull vet. Nëse mua më bezdis shumë dhe jashtëzakonisht shumë, po të them, ideja që çdo gjë e mirë është jashtë shtetit dhe çdo gjë që është në Shqipëri. Doktorët janë më të mirë jashtë shtetit, studentët janë më të mirë jashtë shtetit, shkollat janë më të mirë jashtë shtetit. Ne me mënyrën, me fabulën që tregojmë, duket sikur i nxisim njerëzit, jo burra ikni jashtë shtetit se andej është më mirë se këtu. Nuk ka asnjë narrativ që të thotë hey, ose mirë me kënë shqiptarë themi ne vetëm kur jemi në stadium që shohim fushën jeshile, se dhe aty nuk është të shohim sportën e gjë, po vetëm që bërtasim kot, domethënë, për patriotizëm. Flas me një lloj mlefi dhe inati sepse më bezdis shumë papastërtia e qytetit, mungesa mbajtjes radhës, mungesa e respektit ndaj njëri tjetrit. Bëu patrioti thjesht, bëu patrioti, respektoj njëri tjetrin në radh parë. Nuk e di, e ula shumë pazari. Jo, në fakt që këtu fillon pazari. Që këtu fillon pazari nga qenia qytetar, pra polis, që thonë nga famë, dhe pastaj vazhdon që bën shtetin tënd. Ambasador, si gjithmonë, kënaqësi visa me juve. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, edhe për mua kënaqësi. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.